Sot ju përshëndes nga Ornovo dhe do të gatuajmë një recetë shumë speciale. Do të gatuajmë ca petulla me ujë bile çfarë kështu. Dhe do të hedhim edhe kolagjenin. Pra do të bëjmë petullat me ujë dhe me kolagjen. Sot do t'i ndaj me ju nga ky vend, pra nga Ornovo. Fillimisht atë për këtë recetë do t'ju duhen 300 gram miell, 300 ml ujë, pak krip, një bustin fryrës. Atëherë unë këtu kam hedhur mielin. Do të shtoj pak krip të bardhë çfarë të ketë, se s'ka nevojë kaq, nuk dua më tepër, nuk ka nevojë që të jetë kjo kripa roz. E përzihem kështu vetëm kripën që kemi. Pushon edhe pak sheqer, kjo është thjesht për t'i dhënë pak shije brumit. Ja kaq sheqer. Juve do ta masni me ata herët që marrin 300 ml ujë dhe 300 gram miell, pra sa kemi ujë, aq kemi dhe miell. Ujë në temperaturë ambienti, kë s'dua zvezë, as kosa, as qumësht, është fantastike si recetë. Dhe fillojmë me përzijen. Pra duhet kemi një brumë të butë, të cilin ne për t'i skuqur këto petulla do përdorim 2 lugë. Edhe vazhdojmë përsëri. Ne si popull kemi shpreh petulla me ujë, po ja që bën edhe petullat me ujë. Nëse keni kohë, nëse keni dëshirë këtë brumë kështu siç e kemi, mbasi të hedhim edhe këtë fryrësin, mund ta lini një 20 minuta të pushoj. Unë ngaherë nuk e lë fare, kështu që po të shkëlqyera dalin. Meqense nuk e kam atë sitën, do ta hedh me dorë, sepse dua të kontrolloj mos kam edhe një nga ato topat që krijohen këtu. Në këtë rast unë do ta kontrolloj, si të mos kem një top, sepse më mbetet ashtu dhe më prish recetën. A vazhdojmë ta përzijem. Dhe tani do të shtojmë këtë përbërësi sekret që them unë që është ky kolagjeni, po pastroj pak duart. Mjafton një nga këto kupat kështu. Anti, kjo është e vogël, unë do të shtoj 2. Edhe një tjetër. Dhe lëmë një. Dhe do vazhdoj ta përzjej akoma. Siç e shikoni gjatë ky brumë ka filluar të krijojë kështu si fluska, Në këtë pikë ne mund t'i skuqim, mund t'a lënë që të pushoj. Atëherë unë hodha kolagjenin ke ky brumi, sepse përveç trupi që merr 10 gram kolagjen, që është dhe natyral ky nga viçi, po ka edhe një të mirë që to lëngjet në çfarë do edhe këto brumrat, tretet dhe nuk ndryshojnë dhe vetit e tij. Natyrisht kolagjenin unë e kam thënë herë tjera, e kam marrë to kohët e fundit, sepse më ndihmon për kockat, jo vetëm për zonjat që kanë një farmoshe, si puna ime, por për të gjithë personat, bën shumë mirë, ndihmon për flokët, për thonjtë, pa ta marrë për vajzën time, atë që kishte problem, për thonjtë e mi që kisha probleme dhe unë vetë ashtu gishtat thonjtë i kam shumë më mirë, për kockat etj. Kështu që ne ham petullat, po do marrim dhe kolagjen që na duhet. Tash do filloj të skuq këto. Petullat do t'i bëjmë të vogla, ja kështu kaq, s'do të marrim më shumë. Pra petulla më ekonomike se këto se besoj se keni parë, kështu që këto bëjmë pjesë ke petullat e mia të preferuara. Unë kam thënë edhe në televizor që këto janë të mijat që i preferoj. Ngaherë më pëlqen të janë në mëngjes, po çojmë vonë, kështu që kemi çuar o nga dreka o nga darka. Ju do thoni sa janë petullat në drekë. Unë ja për veten time, ja ngaherë në darkë, varet se si, ç'është e quaj vakt unik, domethënë. Nuk kam nevojë çdo gjë tjetër, ha vetëm petullat me djathar etj. Ja ku po dreka. Kjo është receta ime për sot. Unë shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Natyrisht kujdesuni për vete dhe mos harroni të merrni kolagjeni sepse u bën mirë siç thash nga maja kokët deri te këmbë, nga flokët, kockat, thonjtë etj. Bashkë do shihemi përsëri me recetë tjetër.